dyja konkurencat? Faktikisht ngjarja që do zhvillohet këtë vit është vendosur që nga viti i kaluar, do të thotë ne kur kemi aplikuar në vitin kaluar për ta organizuar këtë event, FIBA na ka besuar që në 2 vitet e radhës të organizojmë. Andaj, organizimi i vitit kaluar besoj që ka qenë shumë i suksesshëm nga ona organizative, ndoshta ka mund të bëhet më mirë nga ona e rezultateve sportive nga përfaqësuesit tona, ndërsa këtë vit që nga përfundimi i eventit vitit të kaluar, ne kemi filluar të mendojmë për organizimin e këtij viti. Gjithmonë jemi fokusu të pjesa ku kemi pas ngecje, do të të pjesa rezultateve, edhe kemi filluar nga dalë që të tentojmë të ndërtojmë 2 përfaqësuese të cilat mund të na japin më shumë rezultate këtë vit. Unë jam shumë falimnderues ndaj lojtarëve dhe lojtarëve që janë paraqitur edhe vitin e kaluar, besoj që kanë dhënë maksimumin, ndërsa presim që këtë vit të jemi më shumë. Po çka do të jetë ndryshe? Do thotë, nga ajo përvojë që e keni fituar në vitin e kaluar, ku kemi çaluar, që keni menduar që ka qenë problem dhe që si vjet e keni bërë ndryshe dhe keni marrë disa hapa ndryshe? Unë po besoj që po flasim tash me radhë. Te përfaqësuesja e femrave, mendoj që një pikë ku kemi çaluar shumë ka qenë përvoja në gara 3x3, sidomos për disa basketbollistë të cilat ka qenë ndoshta hera parë ose hera 2 që janë paraqit. Normalisht loja 3x3 dallon shumë nga ajo 5x5, duke filluar nga rregullat, nga topi, nga gjitha gjërat përcjellëse. Dhe po besoj që këtë vit do të kemi një rezultat më të mirë, sepse pak a shumë do ta kemi përbërjen e njëjtë te ekipa e femrave, ndërsa te ekipa e meshkujve ka psu ndryshim. Do të flasim